Horoskopi ditor. E mërkur 2 prill 2025, dashi. Dita e sotme do të nis me gëzim të madh nga ana juaj, ka kohë që nuk ju ndodh diçka e tillë dhe kjo fal dikujt që po jep ngjyra jetës suaj. Ndryshime të mëdha do të ndodhin në jetën tuaj, por mos u tremni pasi çdo gjë do të shkojë më së miri. Ecni të sigurt dhe mos e ktheni kokën prapa. Demi. Nëse jeni të mërzitur sot, zgjidhja është të flisni me dikë që keni pranë. Mos i mbani shqetësimet vetëm për veten tuaj, duke i ndarë me të tjerët duke më të vogla. Bëni gjithçka, gjëra të reja që do t'ju rrisin entuziazmin, takoni njerëz të rinj dhe shihoni çdo gjë të bukur që jeta ju afron. Binjakët, mos ndërmerrni shumë riskje sot. Vendimet për sa i përket aspektit profesional, lëreni për një moment tjetër, edhe pse dini shumë mirë se ç'duhet të bëni, por ju asiguroj se një ditë reflektimi do t'ju bëj më të sigurt në hapat që do t'ithni dhe do t'ju vijë një sëri desh të reja që do t'ju bëjnë punën më të lehtë. Gaforia. Sot dita do të nisë qetë dhe pas një plan, por punët e mëdha vijnë atëherë kur nuk i pret. Një projekt do të vijë nga mesdita që do t'ju vendos në lëvizje, mbas kësaj periudhe qetësia do të ndryshojë. Mbrëmja do të jetë e qetë dhe bukur pranë njeriu të zemrës. Shijojeni pasi projekte të mëdha po ju presin. Luani. Mos u mbisni asnjë takim sot, lëvizni në të gjitha ambientet e qytetit ku ka gjallëri, pasi vetëm kështu do të arrini të kuptoni se çfarë kërkoni vërtet nga vetja, do të projektoni veprimet e së ardhmes dhe kjo nuk arrihet duke parë botën nga dritarja e dhomës apo zyrës tuaj. Virgjëresha, mënyra juaj e të qenurit misterioz me disa njerëz dhe të rezervuar me disa të tjerë, do t'i bëjë të tjerët t'ju shohin me sy dyshimi, si njeri që mbartni sekrete, prandaj bëhuni më të lirshëm, flisni për tema të ndryshme, pasi intelekti nuk ju mungon. Kështu edhe njerëzit do t'ju shohin me sy tjetër, ju asiguroj që do të jetë në të mirën tuaj. Peshorja. Në mbrëmje do të gjeni atë që bën për ju, edhe pse nuk do të keni shumë kohë për ta shfrytzuar çdo gjë në maksimum. Do të gjeni zgjidhjen e një çështje që ju keni lënë mënjan dhe ju ka lënë pa gjumë për net me radhë. Qetësoni tani dhe shfrytëzojeni të gjithë kohën pasi fati është me ju. Akrepi, jeni shumë i drejtë për drejtë dhe thoni çdo gjë ashtu siç e mendoni, pa e vrarë mendjen nëse të tjerët lëndohen. Sot dita do t'ju përballë me dikë me të drejt për drejt se sa ju, prandaj do të arrini të kuptoni se në çfarë situate i keni vënë të tjerët. Mësimi mirë ky për t'ju bërë të ndryshoni sadopak. Shigjetari. Do t'ishte absurde të mërziteshit nga këshillat e njerëzve që keni afër, por do t'ishte edhe më absurde t'ju prekin fjalët e dikujt që se njihni fare, prandaj merrini gjërat më lehtë dhe do t'jeni më të lumtur. Para së gjithash, korrektësia vlerësohet dhe kjo është një karakteristikë që ju e keni, përdoreni si avantazh. Bricjapi, çdo herë që ju merrni në dorë një projekt ai realizohet më së miri. Prandaj nëse sot vjen diçka, mos e refuzoni pavarësisht vështirësive që mund të ketë. Do të shkojë shumë mirë dhe të gjithë do të jenë shumë të lumtur. Pyetja që do t'i mundoj do të jetë ku ka qenë deri më sot. Ujori, edhe pse mund të keni më pak se të tjerët eksperiencë në punë, nuk duhet ta nënvlerësoni veten. Ju asiguroj se aftësitë tuaja janë shumë të mira, prandaj jeni gati të përballeni me çdo projekt të ri që do t'ju caktohet. Do t'ja dilni më së miri pa sakrifikuar asgjë nga jeta juaj. Peshqit. Dita e sotme do të jetë e plotësuar si profesionalisht ashtu edhe emocionalisht. Mërzitja e ditëve të fundit do të kalohet dhe dita do të jetë plot me buzëqeshje dhe ngjyra pranvere. Mbrëmjen rezervojani totalisht njeriu të zemrës, do të kaloni momente të bukura që ju kishin munguar prej kohësh.